Së pari duhet ju falenderoj ju përfaqësues të mediave që u treguat nga dishmërinë tuaj për të qenë prezent në këtë konferencë për shtyp për të sqaruar një situatë jo të këndshme që ka ndodhur ditën e djeshme. Ditën e djeshme në orën rreth orës 21 në rreth rrotullimin e qytetit Bilishtit ka ndodhur një incident i cili më ka përfshirë mua, vllajën tim dhe drejtuesin e një mjeti tonazhi të rëndë. Si fillim, unë pranoj me përgjegjësi të plotë se reagimi im nuk ka qenë i duhur, pavarësisht kushteve të tensionit. Unë si deputet duhet të qëndroja mbi provokimet, me gjaktësi dhe maturi. Ky ka qenë dhe mbetet standardi im mbi këto lloj provokime apo situata të pakëndshme. Megjithatë jam njeri si së pari përpara se të jem politikan. Dhe ndonjëherë në përballje me sharjet, nënçmimet dhe ofendimet personale, emocioni merr terren përpara arsyes. Ky nuk është një justifikim, por është një sqarim njerëzor dhe i sinqert. Ne si subjekt politik dhe unë personalisht jemi të përkushtuar dhe distancohemi dhe dënojmë çfarëdo lloj forme dhune, qoftë verbale apo fizike, dhe jemi kundërshtar të promovimit të saj. Pavarësisht kësaj, incidenti i djeshëm na ka përfshirë pa dëshirën tonë në një spirale e cila sidoqoftë është e dënueshme për çdo qytetar, aq më tepër për një ligjvënës. Në këto ditë të fundit të fushatës elektorale, e vërteta shpeshherë transformohet si i volit interesit publik të momentit. Ndaj ndjetit detyrim përpara çdo qytetari që përfaqësoj dhe përpara çdo demokrati që më mbështet të ndaj me ju publikisht dinamikën e incidentit të mbrëmshëm dhe instrumentalizimit politik që po i bëhet sot, që nga dje në darkë dhe vazhdon edhe sot ati incidenti. Ju keni parë një video, edhe pse ajo është e pjesshme, nuk është video e plotë që është shpërndarë. Nuk është e vërtetë që unë apo vllai im apo automjeti me cilin ne udhtonim i kemi prerë rrugën kamionit tonazhit të rëndë. Ne kemi qenë duke udhëtuar nga drejtimi i kapshtisës në drejtim të qytetit. Në rreth rrotullimin e qytetit, atje ku prej së paku një viti e ca në rrugën nacionale, në superstratën nacionale Kapshticë Korç, është hapur një grop të cilën këta pushtetarë dhe po të njëjtit njerëz të cilët janë angazhuar për ta amplifikuar këtë ngjarje dhe për ta keq informuar, nuk kanë arritur ta dallojnë dot dhe ta riparojnë. Automjeti im ka ulur shpejtësinë. Ndërkohë nga mbrapa vjen një automjet i tonazhit të rëndë me shpejtësi dhe për fraksionin e sekondit nëse makina jonë nuk do të kishte ecur, mund të ishim në një situatë tmerrsisht të rëndë, do të kishim pasur një aksident i cili mund të kishte pasur edhe humbje jete. Në këto kushte, kur ka një situatë të tillë të mundshme të aksidentit, kemi ndaluar dhe ka dalë së pari vllai im që ishte shofer, mbrapa mbas tij ka dalë unë. Siç duket qartë nga video, kam tentuar për shumë herë ta shmang këtë konflikt, edhe pse edhe vetë isha nën emocionet e asaj përplasje të mundshme që ishte shumë e rrezikshme. Nga ana e shoferit, ndoshta edhe ai pa diskutim nën emocionet e asaj situate të vështirë, ka pasur një reagim jo të duhur, duke sharë dhe ofenduar mua, vllajën tim dhe çdo tjetër. Në këto kushte, siç e thash, emocioni prevalon nganjëherë mbi arsye, sepse në fund fundit, siç e thash, unë jam njeri përpara se të jem politikan. Dhe mbi të gjitha nuk i përkas asaj race njerëzish të eunukëve të kësaj qeverie, si Niko Beleshi apo të tjerë, të cilët janë marrë posaçërisht me këtë çështje, që edhe pse e dihet botërisht që padroni vet i ofendon, i shan me fjalët nga më ordineret në përzyrat e qeverisë dhe kudo ku munden, këta nuk e kanë problem dhe nuk cënohen në dinjitet, as dinjitetin e vet, as familjes vet, mjafton të mbajnë një karrige pushteti nëpërmjet të cilës abuzojnë dhe vjedhin parat e shqiptarëve. Kjo ka qenë
dinamika e ngjarjes dhe unë ftoj organet ligjvatuese, prokurorin Spakun, ta hetoj si duhet, të marrë pamjet e tjera filmike për të parë se çfarë ka ndodhur deri në atë moment që ta kanë nxjerrë publikisht, për që në të qartë se si ka qenë ajo situatë. Tani duhet të sqaroj pak sjelljen e policisë. Kanë ngritur që në momentin që ka filluar konflikti, nga ana e kryetarit degës Partisë Demokratike, zotit Hajdarli, ne kemi telefonuar policinë e komisariatit të Devollit. Pra nëse ne do të ishim dy agresorë që shkuan dhe i zum rrugën një automjeti, nuk do të telefononim ne policinë. Jemi ne që kemi telefonuar policinë dhe kjo është e dokumentuar në sallën operative të komisariatit Devollit, e shkruar dhe në proces verbal. Ne telefonuam për të sqaruar një ngjarje që mund të kishte pasur pasoja për jetën për shkak të aksidentit, por edhe për të konfliktit i cili po ndodhte për shkak të kësaj pune. Ndodhi nga ana e policisë. Në vend që ta qartësonin si ishte kjo situatë. Edhe pse të dy personat e shoqëruar, drejtuesi i mjetit, edhe vllai im që u shoqëruan në polici, në prezencë të punonjësve të policisë, deklaruan që ky ishte një konflikt i momentit, një keqkuptim dhe për shkak të situatës emocionale, dhe firmosën deklarata që nuk kemi absolutisht as edhe një konflikt me njëri tjetrin, Drejtoria e Policisë Qarkut Korç, me urdhër personal të Niko Beleshit, dhe për këtë unë ftoj Spakun ta hetoj ç'punë ka Niko Beleshi në ato orë të natës të komunikojë me drejtuesit e policisë së Qarkut Korçës për një ngjarje që nuk i përket as pak atij dhe politikës, po i përket organeve të rendit dhe organeve ligjvatuese. Për çfarë komunikoi Niko Beleshi dje me drejtorin e policisë? Nga ana tjetër, dua që organet ligjvatuese të sqarojnë cila është arsyeja që kjo ngjarje, edhe pse ishte kompetencë e komisariatit Devollit, u transferua me dhunë në komisariatin e Korçës dhe në prezencën e vetë drejtorit të policisë. Është ngritur një akuzë e falsifikuar, të cilën e vërtetojnë qartë pamjet, por dhe aktet shkresore që janë mbajtur dhe telefonata jo. Atje thuhet që në komunikatën e policisë thuhet që janë ngritur 3 akuza. Prishja e qetësisë publike, e parashikuar në nenin 274, që është një kundravajtje penale, jo një vepër penale, por prishja e qetësisë publike konsiderohet kur dikush me dieni të plot, me përgjegjësi dhe me vetdije shkon dhe krijon një situatë për të prishur rendin dhe qetësinë e qytetarëve. Në rastin e një aksidenti të mundshëm, pa diskutim që ka ngritje zëri dhe pa diskutim që ka debat. Por nëse ne ishim atje me synimin për të prishur qetësinë publike, nuk do telefononim ne policinë. Kanë ngritur akuzën e dëmtimeve me dashje, raje, e cila është po ashtu një kundravajtje penale, jo një vepër penale dhe nuk parashikon masën e ndalimit apo arrestit të një personi. Kanë ngritur akuzën e pengimit të qarkullimit rrugor, që kjo është idiotësia më e madhe që kanë bërë, po dhe falsifikimi më i madh që i kanë bërë asaj akuze që kanë ngritur për të përligjur mbajtjen në arrest të vllait tim. Po të shikoni pamjet filmike, kushdo që të shikoj, mund ta shikoj qartë që atje edhe pse mjetet ndaluan, sepse në një situatë aksidenti, vepër penale do të thotë të largohesh nga vendi i ngjarjes, jo të qëndrosh dhe të telefonosh policinë. Si mund të largohej mjeti dhe të lironte rrugën kur atje kishte një situatë të mundshme aksidenti? Dhe për më tepër që ne kemi marrë komunikim me policinë. Dhe prapë, atje kishte, do të shikoni pamjet, mjetet vazhdonin të kalonin lirisht nga anash kamionit dhe automjetit në cilin udhtoja unë. Pra që të treja këto akuza që këta kanë ngritur nuk qëndrojnë dhe janë të faktuara me fakte konkrete, me pamje filmike, me proces verbalet e mbajtura në komisariatin e Devollit. Kam informacion të cilin ju ftoj ta verifikoni ju, po nga ana tjetër ftoj Spakun që ta verifikoj. Që drejtori i policisë dje në mes të natës ka thirrur dhe ka pezulluar
shefin e komisariatit Devollit dhe shefin e krimeve të Devollit, verbalisht, nuk e di nëse kanë nxjerrë një shkresë apo jo, por verbalisht vetëm për arsyen se ata nuk kanë marrë përsipër të ngrejnë një akuzë që nuk qëndron dhe të procedojnë penalisht edhe me arrest një qytetar i cili nuk është në pushtjet e një vepre penale. Unë e kuptoj shumë mirë dhe çdo qytetar i Devollit dhe i gjithë Shqipërisë do duhet ta kuptoj qartë që kjo nuk është një betejë me mua. Ky është një mesazh i qartë për çdo qytetar në këtë vend. Që nëse nuk votoni kushdo që kundërshton të qeveri, kushdo që është kundër këtij narkoshteti, do duhet të përballet me dhunën dhe forcën policore të këtij shteti. Prandaj bëj apel çdo qytetar që në datën 11 maj të vendosë me votën e vet për një qeveri dhe për ligjvënës që punojnë në interes të qytetarëve dhe jo në interes të një bande e cila ka marrë peng vendin. Faleminderit.